kur të vjen një musafir në odën tanë, në konakën tanë ka arë një musafir, a ban mu qu në kam për me respektu pëse ka arë. Ose kur ka hi mësusi në klasë, mu qu kretë në zanësat në kam, për shkak se ka hi mësusi, a ban kjo punë. Ose ka hi hoxha në gjami, edhe në qu me respektu, kretë si shaj respekti, jë në qu me respektu, a ban kjo punë. Jënë dy gjana musliman për me kuptu këta. Në qovë se qohesh ti prej vullnetit tanë, me respektu dikan, nuk ka të keqen këta. Ka ardhë musafiri, ti e qu me respektu. Ka ardhë mësusin klasë, ti e qu prej vullnetit tanë, je qu me respektu ata. Nuk ka kur fart keqe. Ka ardhë hoxha në qu gjemate kanë respektu, jënë qu në kam prej vullnetit tyne. Ose ju ka thonë dikush për gjematit, a qohë me brëvlazni të respektojmë se dhe kë ka bo begen një faru dhe me ardhë deri të na. Në këta nuk ka të keqe. A dim kush të keqja? Me bo me kanë aji që po vjen. Aji me bo me dasht që njerëzit mu qu për ta, kjo shumë e keqe. Për shembull, me hini mësus në klasë, edhe me pas qef, mu knaq kur të shë që po qohën krejnë kam për ta, mu knaq zemra tina, mu knaq nefsi tina. Këtë lloj me një masie, ka thonë Muhamedi a.s. kush e ka këta, le të përgatit vetëm për nxjerrje në xhehenem. Ai që hin në xhami, edhe ka qef që mu qu xhamati për ta, i pilqen kja. Atina që i pilqen kja, le të përgatit vetëm për nxjerrje në xhehenem. Kur ka hi Muhamedi a.s. kjo është kulmi i temës. Deri tash banu mlaf. Kjo është kulmi i temës tash. Kur ka hi Muhamedi a.s. Rasulullah, njeri ma i mirë në faqen e tokës, asnjë për sahabëve si më qu. Heq. Për jasone që e kanë ditë që Rasuli a.s. nuk ka qef mu qu për ta. S'ka qef mu qu për ta. Është ungjë, ku është ungjë? Te Axhaki? Në kryet venit? Jo. Është ullë ku ka pas ven. Deri këtu në kanë tullër njerëzit, është ullë ku kanë rani tullërit, aty është ullë Rasuli a.s. A jo në kryet venit ta? Jo në kryet venit. Kjo është e jona. Me këto s'kanë bojnë musliman. Ku, me dhe me këtë nësë është veni mas dere që aty më unë gjohëgja, po. Që ty është rani. Që aty u ndërprej, dhe aty u mush. E të është i moqu dikush për atjet një alqu venin, jo. Kjo është e jona, Allazni. Nëse e bajnë a vetë, mëse keq kuptan dikush. Nëse vetë për i vullnetit qohet dikush që alëshon venin, për i vullnetit, atër s'ka të keqen ta. Po në qovë se, ky i cili vjen, ka qef që i veç atje më ullë, edhe më qu ke njerëzit me respektu, kjo është rrezik për këta, i cili ka qef vetë që njerëzit më qu për ta. Po besoj që deri tashti ke qartë me lejen e Allahut azza wa jall. Do të thënë ajo me një masia në vete që e ka njëri, ajo është e urrejt në ndinin e Allahut azza wa jall. Për ndryshe nuk ka të keqen nëse dikush qohet, sidomos nëse qohesh me përcjell musafirin, me kallzu kamar, ku me lan kpucat, ku me lan jaknën, i vjen e përcjell e çon mrena, nuk ka të keqen këta. Kur gjas ka të keqe. Sidomos nëse do të bë adet, nuk ka të keqen ta kurgja. E ajo çka është, nëse ti ke qef, edhe besoj që ka njerëz që kanë qef më çu njerëz në kam për ta. Allah na ruaj. Ka njerëz, ju pëlqen kjo. Ju pëlqen që kur të henaj, dhe me kur të hione, arrin një gati se po hione. Unë edhe kum pak si gjanash. Besoj që edhe ju keni pa. Njëri për muslimanëve të parë është hime në mezhlis. Edhe në çun kam njerëzit për ta. Kur në çun kam kjo ka nisë me kajt. E kanë thënë ça ki. Ka thënë më kujtu një ajet që thëtë Allahu azza wa jall, yawma yaqumu an-nas li rabbil alamin. Dita kur qohen njerëzit, kur të ngritën njerëzit për Rabbul alamin. Më kujtu kjo ajet, edhe anise me kajt. Për mu po qoheni? Që për vetën tam po foli. Në qofë se ve në herë, më ke pa në herë që më hi me një gjami, ose më hi me një mezhles ku e kanë ti, për mua kor më së qarë, reullën. Edhe besëm që ki me ka njani prej matë dashëve, në qofë se reullën kër ti mrena, edhe e di që pe banë me qëllim, fise billa, ku me dashë, do më thonë më skujta që të rej njerëzit. Hekët të ta. Ka dikush që e din këtë regullë dhe dënë për hiret Allah, veç që kenajt ullën. Do më nuk është gjithmonë mirë më qu, gjithmonë jo, më ullë, që të. Edhe thu, hajde unë gjithë nga të meja, si shtë ka dhanë. E lëvusëm Allah në azëgjem në abo prej atyni që kem thjeshtësi në zemrat tona.